Zhvillimet e fundit në lindjen e mesme kanë sjell pasojë të menjëhershme edhe në vendin tonë. Tashmë disa ditë disa pompa benzine i kanë kufizuar shitjen e naftës. Zyrtarisht deri tani ka dalë kompania Lukoil, e cila thosë kufizon dizelin në të gjitha pikat e saj për automjetet e rënda dhe këtë vendim e kanë vënë në funksion që nga data 7 mars. Masat e reja kanë të bëjnë me furnizim me karburant për kategoritë të caktuar të automjeteve, me qëllim menaxhim më të mirë të furnizimit në kushtet aktuale. Me këtë vendim është vendosur që automjetet e rënda, përkatësisht kamionët, traktorët dhe autobuset, të mund të furnizojnë maksimum me 50 litra naftë për automjet. Kufizimi vlen për Eurodizel BS dhe Ektodizel. Këtë situatë ka komentuar edhe kryeministri Kristian Mitkoski. Ajo shpreh se inspektorati është në terren, por shtoi se ndoshta në një situatë të tillë ka ardhur sepse shtetas të huaj po vinë në vendin tonë për të furnizuar me naftë për shkak se te ne është më lirë. Inspektorati shtetëror i tregut është në terren dhe janë vërejtur sjellje të tilla nga disa pompa të benzinës, sepse ka një presion të madh nga vendet fqinje, ku çmimi i energjensave është 40 deri në 50% më i madh se tek ne. Në Serbi çmimi është 120-130 denar për litër, flas për dizelin, ndërsa tek ne është 71 denar. Si rezultat i këtij presioni, ne kemi një rritje të madhe të konsumit të naftës dhe derivateve të naftës. Ndoshta prandaj, në disa pompa benzine ka ardhur edhe te mungesa e sasive. Kryeministri u shpreh se RMV momentalisht ka situatë stabile të energjensave dhe se rezerva shtetërore të naftës mund të mbulojnë konsumin gjithditor për më shumë se 62 ditë.